një nga gjërat më të rralla të globit, një prej marrëzive po dhe mrekullive të saj. Kjo që po shihni mbas shpinës time është e vetmja anije në botë prej mermeri. Anije mermeri ndërtuar për perandoreshën e fundit kineze. Anija e parë e cila ishte prej druri udo, që ajo vendosi të ndërtojë një anije prej mermeri që sipas saj nuk mund të digjej mbas disa incidentesh me zjarrin dhe ndërtoi këtë anije që po shihni këtu. E gjithë anija është mermer, shtyllat, kolonat kryesore janë mermer, ndërsa gjithë pjesa e sipërme është me dru. Është një kryevepër e artizanatit, e punuar e gjitha me dorë. Por, natyrisht kjo anije nuk mund të lundronte. Ajo nuk ka dalë kurrë nga pjesa e portit, pra nga bankina e portit, ka mbetur gjithmonë e ankoruar aty, edhe pse ka pasur dy pjesë të rëndësishme makineri që mund ta vinin në lëvizje, frika që e mund të mbytej në liçenin artificial ishte e madhe. Perandoresha e përdori atë vetëm për çaj, për dreka, për darka, për të pritur personalitete, por kur për të lundruar në këtë liçen prej 220 hektarësh që u ngrit për nder të saj dhe që është po ashtu një liçen artificial. Anija e mermerit mbetet sot si një nga veprat më të rëndësishme të artit botror dhe një prej gjërave më të vlefshme të Kinës në këtë pjesë të bukur të pallatit veror, i cili shtrihet përgjatë gjithë kodrave dhe në këtë drejtim prej 330 hektarësh. Një marrëzi njerëzore, por dhe një mrekulli njerëzore. Një anije prej mermeri që s'lëvizi kurrë.